هي جنة وطاب نعيمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na i pranon ibadetet. Allahu agjerimin e kësaj dite nga ne ta pranon. E ne me emrin Allahut Azza wa Jall dhe sot do t'i lexojmë disa pyetje që janë parashtruar, duke lutur Allahun Azza wa Jall që Allahu të na mëson nga dini i tij çka nuk dim, se të na i hatron, të na i kujton atë të cilën e kemi harru. Dhe pa ta premtuar që do t'i përgjigjna një pyetjes që do ta filloj me ta. Pyetja e cila është parashtruar, folëm në vende ku ka fotografi. A ban që të falet në atë dhomë? Dhe ne u përgjigjëm për ta. E pastaj u parashtru pyetja nëse ka lodra të fëmijëve. A lejohet që në atë dhomë të bëhet namaz? Përgjigjja është e parë. Lodrat e fëmijëve nga ndalesa e përgjithshme përjashtohet. Pra fotografitë janë dy lloj. Një lloj të fotografive i thojnë janë me hije, ndërsa një lloj të fotografive janë pa hije. Çka do me thonë me hije dhe pa hije? Fotografia pa hije është fotografia normale. Fotografia me hije do të thotë që ka trup, që nëse e non në dritë apo në diell ban hije. Kështu në fiqh flasin dietarët për fotografit. Fotografia me hije dhe fotografia pa hije. Fotografit me hije janë të ndaluara rreptësisht përpos lodrave të fëmijëve. E pastaj tek lodrat e fëmijë kanë ndalu mendimi dietarëve. Se a lejohen ato lodra që janë në formën e njeriut, në formën e vajzës, pra kuklla si që themi nemi, që i posedon të gjithë gjymtyrët apo jo. Mendime të ndryshme që ne nuk dojmë të ndalemi në ta shumë, po do të regojmë mendimin që anojmë ne në ta. Pra lodrat e fëmijëve, të cilët i kanë të gjithë gjymtyrat, unë i takoj mendimit se lejohen. Mirë po tash, kanë dalë dhe lodra të cilët i përngjasin krijesave në të folur, në të qeshur, në të qajtur. Për këtë arsye unë anoj të mendimin se lodrat të cilët nuk nxjerrin zon, nuk qajnë, nuk qeshin, nuk flasin, lejohet. Për shkak se Aisha radiallahu anha
Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishte lodra të tilla. Dhe ishin lodra që lunte Aisha radiallahu anha, dhe këto lodra i mur dhe pas martesës. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ftonte vajzat që të luajnë me Aishën. E kur hinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mbulonte. Derisa një ditë prej ditëve, vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hin në dhomë dhe Aisha duke lujt me lodrat i mbulon. Vjen një erë dhe i zbulon. Dhe e pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka janë këto? Tregon Aisha se këto janë pranuset, kukullat që i ka rëndit. Pastaj në mesin e atyre ishte dhe një kali. Mirë po kali ishte me flatër. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, po ki çka është mes, thot ki është kali. Thot Allah, prej kur kali pas ka flatër. Thot Aisha radiallahu anha, a ke harru se ku ajt e Sulejmanit kishin flatra, qeshët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kohën e tij i pohoi dhe i përjashtoi lodrat për fëmijë. Pastaj kanë ndallu dietarët mendimin se a lejohen lodrat vetëm për vajza, të dhënë lodrat që kanë shpirt, apo i përngjasojnë krijesave që kanë shpirt, apo lejohen dhe për gjem. Ka prej dietarëve që i ndalojnë për gjem. Pra, sikur është ariu, lepri dhe kështu me radhë. Megjithatë, neve në ajo që na intereson, se a lejohet që të falmi në një vend që ka lodra. Lejohet nëse janë lodrat të përbuzura për toke. Pra lodra nëse janë për toke, nuk është problem. Ndërsa lodrat nëse vijen në qosht sobës, kanuar ushën ariun, babanarin qosht sobës, pa atëre nuk lejohet. Po nëse ka ndodhë dhe ka falë namazin, namazi është i pranuar, vetëm ka gjuna. Namazi është i pranuar, megjithatë ka gjuna se a falë me një vend ku melekët nuk hynë në atë vend ku ka fotografi. Aje ka vu në dhomë, në kauç, s'kajnë sobës sikur me qenë fotografi. Allahumma mire din. Ashtë hadithi dobet për me ushtri në bark dhe me fjet në bark. Selam aleikum. Sa i përket hadith që transmeton Ebu Dherri, i cili thot, u pata shtrin në bark në xhami, dhe erë njonin preki me kom, më zgjoj dhe më tha, inna hadhi dij'atun yubghiduha Allah, që transmeton Ebu Daud. Thot në këtë neje, këtë formë të shtrirjes e urrejnë Allahu. Apo një transmetim, thot kjo është forma e shtrirjes së banorëve xhenemit në zjarr. Apo si transmeton Imam Tirmidhiu, këtë formë të shtrirjes nuk e don Allahu. Ka ndryshuar mendimet e dietarëve, është hadith i vërtet ajo. Sheikh Albani e konsideron prej haditheve të vërtet, ndërsa qertë dietar e konsiderojnë hadithin të dob. Kështu që ata që e konsiderojnë hadithin e vërtet thojnë këtë formë të shtrirjes nuk ban ndalohet. Ata që e konsiderojnë hadithin jo të vërtet thojnë nuk ka argument që e ndalon. Cili është mendimi më i saktë? Mendimi më i saktë i shumicës së dietarëve është se fjetja në këtë formë është me kru jo e pëlqysh. Për çka se kanë forë rreth hadithit pejgamberit Allahut, se është i vërtet apo jo. Me pasqenë, hadithi i vërtet atëre u bante haram. Pse po themi me kru? Për çka se
ka transmetime se si duhet të fjetë. Fleqja më e mirë është krahun e gjathë. Për shkak se ai që flen krahun e gjathë çohet kollaj. Do të kam gjumin e rënë. Kur qish të së në më qënë. Për ata bëjt bile njonin e kam pa të flet, ku bagerit e koka ti punonte. Dhe thejshin gur, me gjitha ta i karatki. Për këtë arsye, nëse donë me pas gjumin e let, flen krat gjallë, të ka thoni Ibn Qayyim. Sunet është me flet në krahun e gjallë pak, pastaj pak në krahun e majt, e pastaj mu kthi prap në krahun e gjallë. Pra thot Ibn Qayyim, nga se në krahun e gjallë më mirë rregullohet ushqimi në lukth. Në krahun e majt më shpejt tretet ushqimi në lukth. Pastaj në krahun e gjallë thot pushon zemra. Në krahun e majt pushon trupi. Krahun e gjallë pushon zemra, pushon shpirt. Për këtë arsye ngrihet njeriu më i lehtë dhe më aktiv. Krahun e majt, krejt trupi ranohet në zemër. Pra ata mjekët e zemrës thojnë flin krat shmajt pushoj e zemrë. Zemra në krahun e majt, edhe ngarkoje ata dhe pak më shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë flin krahun e gjallë, zemra rri e varur, pra gjengje gatishmërie. Sikur ti dënjerë kur i gije mu qu, fleme te e shahazër. Vitë si të bojë zilja tap t'in kom. Për këtë arsye, sunet është me flet në krahun e gjallë, si që flinë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e jo me flet kokër shpine apo në bark. Për këtë arsye fletja në bark, edhe pse anoj të mendimi, se hadithi është i dopt, me gjitha ta nuk preferohet dhe është me kru. Pra thot njoni unë e bin krat gjallë. A më thoi në gjerë, vitë si zoje gjumi më njenë bjen barkas. Më ndohti me flet në krajnë e gjallë, pra nëse bjen barkas nuk i e kur farë gjunoj, për shkak se lapsi është ngrit, nga aj që është në gjumë, deri sa të ngritë. Selam aleikum. Thot si e diti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të fal namazin si imami pejgamberëve në Quds, para se të obligohet namazi. Kja është muhabet i gjonë. Për Isra'in dhe Mirajin, sa më kujtohet i kam majt 3 legjerata dhe kam sqaru. Edhe pse unë kam një mendim pak më të veçantë, po nuk jam i vetmi, e kam imam Aishen, Muavien dhe disa sahabe. Si e diti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të del imam i pejgamberëve të Allahut kurse ende namazi subat bon farz. Përgjigja e kësaj është se për këtë arsye dietar kanë ndryshuar mendimin. Se pejgamberi Allahut ka dal imam kur ka shku para se me shku në Miraj apo mase ja kthi prej Mirajit. Shumica e dietarëve mendojnë se pejgamberi Allahut ka dal imam i pejgamberëve në Quds para se të shkon në Miraj, ndërsa pakica e dietarëve mendojnë se pejgamberi Allahut ka dal imam pasi që është kthi prej Mirajit dhe unë i takoj pakicës. Për shkak se argumentet janë më të fuqishme. Se pejgamberi Allahut ka dal imam i pejgamberëve pasi a kthi pi Mirajit. Pastaj kanë parashtruar këtë pyetje. Pejgamberi Allahut kur ka dal imam, a ka fal namaz nafile apo farz? Unë i ka koj mendimin se pejgamberi Allahut i ka fal farz. Pra i takoj aty në dietarëve që thojnë se i ka dal imam i namazit farz, ndërsa qërë dietar thojnë se ka dal imam i namazit nafile. Nëse a namaz farz, që që diti pejgamberi Allahut, thash se ka dal imam pasi ka zdripi Mirajit. Mirë po cilin lloj të namazit ja ka fal, pra unë mendoj se namazin e sabahut. Për shkak se pejgamberi Allahut, dhe kja mendimi
i disa dietarëve për shkak përputhjes së argumentit. Se pejgamberi Allahut Mi'raj ka shku prej në Mekë. Pari ka shku në Mi'raj, pastaj në Isra. Ajo e kundërta që transmetohet. Se pejgamberi Allahut njerë Isran, në Koc, e kalon burakin, pastaj janë gjitë lart. Dhe kjo është mendimi shumicës dietarëve është vërtet. Mirë, po argumentet flasin diçka tjetër. Për shkak se pejgamberi Allahut fillimisht transmetohet me hadith të vërtet, i cili thot kam qenë pranë oborrit e Qabës. Ka ardhur Xhibrili dhe Mikaili, kanë ardhën, ja kanë qa gjoks. Ja kanë pasu zemrën dhe pejgamberi Allahut është ngjit lart në qiell me shpirt apo me trup. Ne i takoj mendimit se pejgamberi Allahut është ngjit lart në qiell me shpirt, jo fjetur, po me shpirt lart në qiell. Dhe pastaj ka zbrit në Mekë. Pastaj ka ardhur Xhibrili alayhis salam dhe ka afru burakin. Kafshën që u thonte dhe Ibrahimi alayhis salam prej Palestinës Mekë, kur e vizitonte djalin e tij në Qabë. Dhe buraku është një kafshë siç përshkruhet në transmetim, që mes gomarit dhe kalit. A quajt burak për dy arsye. Njëna prej atinve për shkak se ka qenë i shpejt si kur vetima. Dhe gjuhën arabe vetimës i thojnë bark. Para ata i kanë thonë burak, nga se ka qenë i shpejt, sa i shpejt, ka thonë një hap e ka qitë sa shef si një larg. Një hap i kafshës së burakut që kanë hecë me ta pejgambert e Allahut. Dytë arsye se e quajt burak, ka thonë për shkak se ka pas qimën e bardhë dhe i ka shkëlqe qimja si kur me qenën pra vetim. Për këtë arsye ka marrë emrin burak. Dhe transmeton Bezari i cili thot, kur e ka pru Xhibrili alayhis salam, dhe pejgamberi Allahut bëhet gati me hip në burak, lëviz buraku. Dhe Xhibrili e qorton burakun dhe i thot, ja burak, po lëviz ti, kose nuk ka hip krijes, ma me vlerë ma i dashur tek Allahu se kiçi po hip, prej turpit buraki është gjerësit ka kullu. Pastaj ka zlip ka hip pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka shku në Aqsa në Quds. Pse themi kështu? Përputhjen e haditheve të shumta, për shkak se pejgamberi Allahu kur është ngjit lart, thotë e kanë pa njeri ulër me mjekër ulur dhe kur shiqon të gjalltas qeshtë, kur shiqon të majtas qandë. Ta e pirita Xhibrilin dhe i thash, kush janë ki? Thash baba i jot Ademi. Takoj Ademin, takoj Isain, takoj Jahjen, takoj Idris, takoj Jusuf, takoj Musaj, takoj Harunin, takoj Ibrahimin alayhis salam, duke hec lart në qiell dhe çdo njonin që e takon të pyet te kushaki. Kushaki. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmetohet, kur ka shku në Quds ta kur hina mrena, ja pra e pash Ademin duke bo namaz. E njofti Ademin. E pash Ibrahimin alayhis salam që i përngjante pejgamberit Allahut, apo pejgamberi Allahut i përngjante më shumë atij. Ta e pash dhe Isain që i kishte flokt të shlum. Ta e pash Isai. Ka i njofti pejgamberi Allahut se i takojnë qiell. Për këtë arsye pejgamberi Allahut së pari është ngjit lart në qiell. Pastaj thot i kam hap qësin të kam pa vetën në Qabë. Pastaj ka i burak dhe ka shku në Quds, thot kalova pranë varrit të vllavit tem Musait, tha e pash duke bon namaz në varr. Ka njofti Musaj. Lart në qiell. Kështu përputhen hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj Malik tha pejgamberi Allahut, tha kënohat i kamet. Dhe radhiten pejgambert e Allahut në saf. Tha ven Xhibrili ma nxet për dorë dhe më afron të jem imam i pejgamberëve. Tha e fala namaz. Kur dha selam, tha Xhibrili alayhis salam, ki është Malik, ka ardhur me dhon selam. Tha e ktheva fitirën, tha para se ti japun e selam, a i më dha selam. Malik, kujdestari i xhenemit. Pse se takoj në qiell? Për çkak se xhenemi nuk është në qiell.
Për çka se xhenemi nuk është në qiell. Pejgamberi Allahut e pa xhenet, e pa çka ka në xhenet, mirë po xhenemi nuk është në qiell. Ku është do të shohim. Parat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja fali namazin e sabahut dhe kthehet në Mekë. Pra nga e diti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ban namaz, a e kuptu? E tash po përgjigj një gjithashtu me disa transmetime që thuhet se namazi natës është bën farz, është obligu për pejgamberin e Allahut para se të bëhet namazi i ditës farz. Për çka se ajeti i parë ka zrit pejgamberit Allahut ja el muzammil qumil lejle illa qalila. Ngritu natën. Çka të bëjë? Ban namaz. Para transmeton Zeid ibn Harith, i cili thot por sa erdh vahji pejgamberit Allahut vjen Xhibrili alayhis salam i mëson pejgamberit Allahut abdesin dhe namazin. Vetë zbene vahj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur zbitën iqra bismi rabbika alladhi khalaq ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir, vjen Xhibrili alayhis salam dhe ja mëson pejgamberit Allahut abdesin dhe namazin. Dhe Herakli kur e pyeti Ebu Sufjanin, vërtet verifikon të çkushan shkipki njeri që ka shpall veten pejgamber, dhe tha Ebu Sufjanit çka ju urdhnon ki pejgamber? Tha ki pejgamber na urdhnon që ta adhurojmë vetëm Allahun, të heqmi dorë nga zotat tjerë, na urdhnon që ta bëjmë namazin, ta japmi zeqatin, ta vizitojmë farefisin, të jemi të ndershëm. Tregohet se namazi natës është obligu apo është njoftu pejgamberi Allahut para namazit të ditës. Pra sidoqoftë pejgamberi Allahut e ka ditë çka namazin dhe e ka ditë si bëhet, qoftë para se nëse e ka bën namazin para se me shku në Mi'raj, pra e ka ditë çka namaz, e ka ditë çka është abdes, apo pasi që ka zripi Mi'rajit e ka ditë çka është farz. Se pasi ka zripi që eli që atëra është obligu 5 kohë namaz. Para asaj, kanë thonë se ka bo namaz në mëngjes dhe mbrëmje apo natë. Selam aleikum. Rreth hijamës, sa është shëruese sipas haditheve të saktë? Pejgamberi Allahu thot ilaçin e keni në 3 sende. Ilaçin e smundjeve e keni në 3 sende. Në pirjen e mjaltit. Në e hamë se ke qeqerë. Për këtë arsye mjalti pijet e nuk haët. Këtë transmitimet që janë se mjalti pijet. Që shpijet mara, këtë teglën me mor me pija. Jo, po mjaltin e qetë nuje dhe përzin, e len deri çkrijet, për shkak se zbërthehet në ujë mjalti pas taj ashërim. Mjalti pijet e nuk haët. Po ka si originale dhe pije ti që pa e shkrin uj. Për këtë arsye Allahu na mundsoft inshallah në bazen të lumejt e mjaltit me shiju në xhenetin Allahut. Se këto tegla këtë falz. Për ata ilaçi thot në 3 sende. Ilaç e keni thjesht let 3 sende. Pejgamberi Allahu thot di prej atinve i preferoj të i përdorni. Njënën prej atinve nuk e preferoj. E para, në pirjen e mjaltit. E dita, në hijame. Çka do të thonë hijame? Hijame do të thot, nuk do të thot si tha njoni, me të nut peçat. Sa i peçat e ek. Pra hijame do të thot, thithja e gjakut të keq. Në vendet të caktuar. Në formën e caktuar. Dhe kjo ka tradit, në ky lloj mjekimit është përdor tek popujt e vjetër. Kinezët, Faraina dhe të tjerët kanë përdor këtë lloj ilaçi. Mirë po pejgamberi Allahut e ka pëlqi këtë lloj të shërimit, e ka preferu dhe ka urnu. Derisa thot pejgamberi Allahut kur kam shku në qiell, nuk kam kalu me një qiell vetëm se me lekët më urnonin dhe më thoshin, ja Muhammed, thuaj umetit tanë bëj hijam. Bëj hijam. Ato që kanë problem me shtipjen, ato që kanë problem me sheqerin, ato që kanë problem me zemrën, ato që kanë peket, shërimi më i mirë është hijamës.
Suneti braktisës i sunetit pejgamberit Allahut. Para pejgamberi Allahut ishte ai I cili e kishte njonin që I ban të hijame. Të fjala hijame do të thithja e lëkurës. Në këtë formë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ban të hijame dhe ishte sunet që ai që të ban hijame mi dhon diçka. Pejgamberi Allahut I jep për ata Ahmed ibn Hanbel, kur e lexoi hadithin e pejgamberit Allahut, se pejgamberi Allahut e ka thirr Ebu Tajib dhe I ka thonë ti bëj hijame, e pastaj I ka thonë diçka, Ahmed ibn Hanbel e ka ndërprer ders. Ka thonë viloni dhe janë banë hijame, ka bëj hijame dhe ka thonë disa dinar. Sunet I pejgamberit Allahut a që ai që të ban hijame mi dhon diçka. Pra shërimi prej hijamës është një mrekulli që e kalon pejgamberi Allahut. Për këtë arsye më tregoi njëri tha shkum në spital dhe amon në gjakin ja banën analizat dhe thanë s'kije kur gjon. I thash atë ja marrun e gjakin edhe banjan e analizën. Tha unë I bona hijame, tha kur e çinën mrena, tha mos vet, po dashje tash me pushu spital. Dhe unë personalisht I kanë bo shumë vejgjom. Veçanti atinve që I kanë ka ma çështjen kritike në kokë. Pra disave që I kanë bo, kanë qenë për çdo ditë spital me injekcion. Dhe më thotë lau ati që ka I bonë. Thash e volosa, e bona me neve. Tha tash as hapa. Kër takova ata tha mos banë zonë, tha se po më ktheje. Pra hijamja është ilaç I mirë që të preferohet edhe nëse s'ke kur gjo, në 6 muaj s'paku ka njerë me bo. Të do të shifë se çka del pi trupit tanë. Do të shifë ndryshim, do të shifë shëndet, do të shifë ndryshimet e mëdhaja, mas paku edhe nëse s'ke ndryshime zbaton një sunet të pejgamberit Allahut, në veçanti kur harrohet ky sunet dhe I gjallëron ti, e kesh problemin sa 50 shok të pejgamberit Allahut. A ka shërim në ta? Në hijame ka shërim. Kjo është lloj ilaçit ditë I tretë është me gjeg. A më thot pejgamberi Allahut këtë gjegmën nuk e preferoj. Këtë gjegmën nuk e preferoj. Ju dini përpara me drapën, I kanë gjeg. Ha? Thosim ka gjeg, mo krija kurzum ka dhim. Edhe pse pejgamberi Allahut nuk e ka preferu mënyrën e gjegjes, nga se gjeg vetëm Allahu azza wa jall me zjarr. Allahu ma mirë dim. Selamu alaikum. Cili xhenet është më I lartë, xhennetu adn apo firdeusi, sepse edhe adni përmenet në shumë ajete. Cili po e mërmeni? Ha? Kush tha? Ha? Firdausi, ha? Ai e I sigur? Apo mendim? Ki argument? Kupa e qiellit Firdausit është arshi Allah. S'ka për mi ata. Pra e vërtet. Allahu ka thonë në Kur'an I Kerim, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Ai cili ka tot Allahun I ka di xhenete, jo një, 2. Wa min dunihima jannatan. Nën ato di xhenete janë dhe di xhenete. Sa xhenete janë? A shumë? A të përcaktuar? A jo? Unë shpesher kam premtu po foli për xhenetin, po fol xhenetin edhe sën po përgatitem si duhet. Për këtë arsye xhenetet sipas shumicës së dietarëve nuk do të thotë që I takojnë këtij mendimi. Po thojnë ka 4 xhenet. Di xhenete më të larta dhe di xhenete nën ato di xhenet. Xhenetet më të larta janë Firdausi dhe Adni. Xhenetet më të ulta, Jannatul Khuld wa Jannatu Ma'wa. Dhe për këto ka ajete në Kur'anin e Kerim. Cili janë dallimi mes di xheneve të larta dhe di xhenete të ulta? Dallimi I madh. E inshallah kur të flasmi do të I shënojmë dallimin. Se xhenetet Firdaus ka koltuke, ndërsa xhenetet poshtë nuk ka koltuke për tokë. Xhenetet lartë janë disa pallate nga argjenti dhe nga dukati. Xhenetet poshtë janë çadra. Dallime të mëdha mes xhenetet lartë dhe xhenetet poshtë. Ku ke qenë me në atë lartë apo në atë poshtë. Dhe qovë me inshallah ku të flasmi
për sa xhenete ekzistojnë, inshallah. Ju bani dua që Allahu të ma lehtëson e mos jenë vetëm premtime, Allahu na fal. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ai I cili ka dro Allahun I ka di xhennet. Dhe thot Allahu wa min dunihi ma jannatan. Nën këto di xhennete janë di xhennet. Pra xhennetet më të larta janë Adni dhe Firdaus. Ndërsa ato më të ulët janë Khuldi dhe Mawa, siç ka në Kur'anin e Kerim. Po cili tash më I lartë pi Firdausi apo Adni? Firdausi është më I lartë se Adni. Me çka dallohet Firdausi nga Adni? Cilët janë dallimet mes Firdausit dhe Adnin, që ta di, Adni hi an Firdaus. Hinë të cilit du se të dijet janë mirë, Ibrahimi a.s. e ka lutë Allahun Azza wa Jall që Allahu t'ja mundson Jannatun Naim. Dhe kanë thonë dietarët komentatorët e Kuranit, pse Ibrahimi se ka lip as Adnin, as Firdausin, po e ka lip Jannatin Naim. Ha? Për çka se në cilin xhennet hish është mirë. Fjala Naim është mirë. Edhe pse mendimi më I saktë se nuk është e vërtetë se ka lip Firdausin dhe Adnin. Po Ibrahimi a.s. ja ka lip Allahu xhennetin që është më mirë në ta. Allahu e din cili është më I mirë, për këtë arsye ka thonë ma jep që ata më të mirë. Ti zgjedh më. Se u ka ti walillahi al-mathal a'la, po stan gjins ku I thue zgjedh më një si për vetë. Allahu Azza wa Jall ja ka lip xhennetin më të mirë. Por mirë po hadithet vërteta, thot pejgamberi Allahut, nëse lipni kërkoni prej Allahut, lipni Firdausin, sa ja xhenneti më I lartë, mesi xhennetit, ku pas e cilët është arshi Allahut, që nën kupton se mbi ta nuk ka xhennet. Selam aleikum. A është mohimi çdo hadithit sahih kufër apo jo? Shtit kanë dalë të modernizuarit. Të çdo hadith që spajtohet me Kur'anin nuk e pranojnë. Qoftë edhe Sahih Bukhari. Mashallah këto. Dietarët e mëdhoj. Ti kemet me kuptu se është kundërshtim ajo. Kurse pjesë e besimit tot është me besu Kur'anin dhe Sunnetin. Çdo kush që I thot, është një grup që pa të ndalë në Pakistan, shti kanë fillu edhe kiton me na vizitu. Ka shkupja, kupton? Kur'aniyun, Kur'anistat, të cilën na çdo sen që janë në Kur'an e pranojmë. Çdo sen që ka në Kur'an e pranojmë. Çdo sen që s'ka në Kur'an se pranojmë. Hajde falu ti me Kur'an. Allahu ka thonë Kur'an aqimus salat, fal namaz. Çish e fal? Çish kthesh ka ke bë? Sa reqati fal? Çka kënon ta me Kur'an s'di? Se kurkun s'përmendën në Kur'an sa reqat, kurkun nuk përmendën në Kur'an kur më fal, kurkun nuk përmendën në Kur'an si më fal. Këtë sunet. Para atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka me arë një zaman që njeriu kanë mu urë në kafe, në koltuke, kam për mi kam dhe thot, ajo që ka ardhë në Koran, prejonës Allah të pranojnë, ajo që ka ardhë, jo në Koran, nuk e pranojnë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasha Allahun, mu ka thonë Korani dhe I diçka ngjajshme si Korani ajo sunnet. Kush e mohon sunnetin është kafir, del pi fe. Kush thot se na e pranojmë veç Kur'anin, sunetin se pranojmë, del pi fe. Ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslim." Pasha Allahun s'kan besu, kush ja rab? Ata të cilët nuk morin gjikatës ti o Muhammed për çdo sen që I ndodh atin, çështjet e fesë, çështjet e dinit, çështjet e ahiretit dhe dunjas. Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Dhe nuk njen urrejgje, mëlleft, zemërim ndaj asaj që ti gjikon, wa yusallimu taslima dhe e pranojnë krejtësisht. Pra pranimi I sunnetit a pjesë e besimit. Nuk ka besu një njeri derisa të beson atë që e ka fol pejgamberi Allahu. Ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet pe amendjes. Pa I flet pe asaj që ai ka shpall. E kush e mohon një hadith të vërteta del pi besimit, përgjigja më e mirë Sheikh Ibn Uthayminit, Allahu më shiroft. Ka thonë ata që e mohojnë sunnetin apo një hadith pejgamberit që janë dy lloj. Një lloj e di se hadith I vërtet, e di se ka thonë pejgamberi,
e mohon, ki del pi imani, ki del pi besimit. Ndërsa i dyti është ai i cili për shkak keq interpretimit e mohon hadithin e pejgamberit Allah. Pra për shkak se mendon se ke ju kanë gjitë pejgamberit, apo hadithi nuk është i vërtet, apo keq interpretimi shiqohet. Nëse ai pranuar sheriat, ai njeri është bidatxhi, mëkatar, gjunaqar, ama s'ka dalë pi fe. Sikur që ka qenë njëri për dietar Muhammed Rashid Rida, i cili i ka mohu hadithet e ngritjes e Isait në qiell. Isai thot ka vdek dhe nuk zbret. Këto hadithi janë vërtet. A ka dalë për imanit? S'ka dalë. Për çka se ka bo të vil keq interpretim. E ka qëllu? Ka gabu. Dhe dyta ka desh që t'jam shil dyrt Mirza Ghulam Ahmed Qadianit, që u pat shfaq në atë zaman dhe pretendoj ke se është pejgamber, dhe u bason ke në hadithet e Isai duke thonë se ai do të vene në akhiri zaman, e ai që ka me arë në akhiri zaman e ka emnin Ahmed, jo Isai, po një që i përngjon Isait. E kush është ai? Jamun Ahmed Mirza Qadiani, i cili u pat dal në Indi. Mi pa Allahu Azza wa Jall për mos mu mashtru me fitnet e atij, Allahu e boni që të ndron jetën në WC. Edhe pse britanesë sot e kësaj dite Allah hedhin lek edhe selën këne pari. Kiton Maqedoninë Lindore, qendrën që dojshin Allah më shirot më dhe kupin, i cili pat kontribu mos milon ata me bon që i qendrën Kumanov, pra me gjitha ta, para me ndoj ka ardhë pi qësh dunjos, pi Pakistanit, e ka studiu albanologji në Prishtinë dhe e ka përkthi Koranin. Zekeria Khan. Korani Zekeria Khanit muni me gjegën me dhez vetëm zarmin. Për shkak se nuk vlenaj me qenë në shtëpi, ani pse anë Shqip, ani se pretendon se a Koran, për shkak se ka deviju Koranin. Për ata Muhammed Rashid Rida, në zamanin e ti, e pat mohu dhe pat thoni sa i ka vdek, nuk zbret ti kushi. Mi po Sheikh Albani ja kthen Muhammed Rashid Rida, edhe pse Muhammed Rashid Rida bo sebeb që Sheikh Albani ka qenë sunet, për shkak me gjelles apo revistës Menar, me gjitha ta ja kthen Sheikh Albani Muhammed Rashid Rida dhe thot, ja Muhammed, me arë me pretendu dikush se jam zot, a do të thot që në ta mojmë zotin për jam shel dirët atia. Ka gabu Allah më shiroft, me gjitha ta në thash nëse mohon hadithit, duke ditë saktësin, pa kur një farë arsije del për imanit, e nëse ka arsije të pranush me shëriat nuk del për imanit. A duhet të jipet sadakatul fitr edhe për foshnjën në embrion, apo në barkun e nanës? Nuk duhet. Po disa dietare kanë preferu për çkak se një transmetim thuhet si Uthman ibn Affani ka dhënë sadakatul fitr edhe për foshnjën që është në barkun e nanës. Ka thonë preferohet disa dietar. E ata të cilët e kanë konsideru transmetimin Uthman ibn Affani të dobët, kanë thonë s'ka nevojë me dhënë për ta. Vetëm nëse lind foshnja para se të perëndon dielli në ditën e fundit të Ramazanit. Atëre duhet me dhënë. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sadakatul fitr e ka obligu që të nxerrët për të madhin dhe për të voglin. Për atë që ka agjeru dhe atë që s'ka agjeru që se ka pas farz. Jo ai që s'ka agjeru, ata leje. Leje se ai do më thoni ka hip skijeve, ka dalë për i dinit Allahut, Allahu në rujt. Në veçanti ata që e publikojnë, në masi Allahu në shef, pse mu më shef, pa këto janë ata që e publikojnë, gjunojnë mëkatin e tyre. Allahu në rujt. Për këtë arsye thot sadakatul fitr, nxjerrët për çdo të rritur dhe foshnjë, rob apo i liruar prej muslimanëve i jepet fukarave. Pra fëmiu nëse lind para perëndimit dillit, në ditën e fundit duhet me dhon. Nëse lind fëmiu mas perëndimit dillit, ditën e fundit, pra kur është pa ona se ka dalë më bajram, ka imu i sheval, nuk duhet me dhon para ta. Nëse jep, nuk ka problem, Allahu më mirë e din. Sa duhet dhon sadakatul fitr dhe kujt i takon sadakatul fitr?
Sadakatul fitr duhet qipet ushqim. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sadakatul fitr, ka thonë tuhratul lis-sa'i. Çka sadakatul fitr? Sadakatul fitri është pastrim i agjeruesit. Sikur është istighfari pastrim i gjunave. Pasi që japmi selamna, selam aleikum ratullah, selam aleikum, çfarë thoj? Allahumma anta selam. Thojmë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kjo istighfari ka thonë është sikur arna që arnon petkën që ashkoç, agris. Sadakatul fitr që transmetohet nga të partë tonë, ka thonë mos ja afro Allahut sadakan apo agjerimin e shkyer. Ato kanë thonë bile mos e afro as agjerimin e arnum. Po thot nëse s'ke mundësi që t'ja afrojsh Allahut agjerimin pa arnu, spaku arnoj. Me çka? Me sadakatul fitr. Pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse nxerret sadakatul fitr para se të falet namazi bajramit, as sadakatul fitr. Nëse jepet masi të falet namazi, as sadaka e thjesht. Pra nuk e pastron gabimet, lëshimet e agjërimit. Sadakatul fitr është vajib, obligim, me dhonë për këtë anëtarët e familjes. Sa me dhonë? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë pastrim për agjerusin, ushqim për të varfërin. Sa me dhonë, ka thonë një sa me hurma, një sa ose me grun, ose një sa me elb. Sa i ka thonë një sa i ka 4 emded. Med, arabisht, sa kanë qenë, do thonë, këto veglat e moqjes, ka në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një med i ka një par grushta. Varet që grushtat mesatare. Dikush i ka grushtat më të mëdoj, dikush më të vogël. Ai që është më i madh me grushtat e vet, jo me grushtat e mi. Pra ai që është i madh, ai ka hungër më shumë. Apo, pra ai me grushtat e vet. E a ka mundësi të përcaktohet është e vështirë. Të përcaktohet saktësisht. Pse? Për shkak se nëse i mor mushmin i par grushta edhe gruni është i mirë, edhe i qesmin ka ndodhur. Edhe një par grushta që gruni është i dopt, edhe i qesmin ka ndodhur. Janë baraz? Si janë baraz? Edhe pse tu dihet grun. 2. Nëse i mormi një par grusht në hurma, i qesmin ka ndodhur, dhe një par grusht në elb, i qesmin ka ndodhur, janë barabart? Ha? Edhe pak dhe në këtheni edhe me mot edhe me grusht. Si do qovë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Nisa i ka 4 par grushta mesatare. As mi mush me kull e as mi lon në kësan. Kështu motur. E djetarë pastaj i kanë mot. Kanë bon dhe më thonë hulumtime që neve mos me në lodhë se na e dini ju shtinë Ramazan bëgjit lodhët edhe trullaft. Për këtë arsye kopdon edhe me mot këta e kena vështirë. Për këtë arsye ato kanë thonë se kjo nëse e qesmin kanë darë, ban 3280 mililitra. E pastaj nëse i thejmë kanë darë në peshore, ndryshon, thot prej 2 kile e gjizë deri në 3 kile për shembull oriz. Edhe orizi për orizit dallon. Ai kokrën e madh, kokrën e vogël, edhe çmimet dallojnë. Po si ta përcaktoj? Për ata sadakatul fitr merre më të sigurt. Më e sigurta 3 kg ushqim i atij vendi që zakonisht e kanë tradit ze zakon të ushqejnë. Kur pejgamberi Allahut me shkajnë ushqim, me grun, me elb, me hurma. Tash shqiptari pasul, oriz, kompira, ka që të shko. Për këtë arsye, ne e gjetëm mesatarën 3 kg oriz. Orizja 60, si vetë kala, po. Mirë i kini punë, apo. Pra, orizi 60 dinar, pra afërsisht prej 200 dinarve nëse shkon të përpjet. 180 të përpjet, nuk ka problem, ka është një sadakatul fitr. A ka dikush me vetë, dishko? Se kjo është e rëndësishme për çka se i për tash, kur të japmi, me preferuana anë 28 ditë. Se njëri thotë, shkon do me thonë 100% me sunet, 28. Më ju në jip një maherët nëse ne grubullojmë që ta blejmë në atërë të këpëdojnë del pasaj bajrami. Si ta lish ma më natë, atër e shpëndon vetë. Kujti jipët? Vetëm fukarave musliman. Vetëm të varfërve.
a ban një talebe, ishte të mësu shëriat? Ja, vetëm nëse është i varë. A ban pare? Zban. A ban zejtin? Zban. A ban sode? Zban. Ban ushqim, i cili i thuat ushqim. A ban Pepsi? Zban. Për këtë arsye mos dije këtinve, kur ashtë kutinjën e ka musha i sode të detergjent, i duhet çaj. Ti çish dush apo ti çdo shëriot, nëse don ushqim. Për këtë arsye ne, siç e dini, kena zakon, kena zakon, na s'doj me ik sa i punë, që e din se ka pasojë. Edhe ato nalt, edhe qërë, mirë po, për ta qu në këtë obligim me grumbullojnë. Sadakatul fitr, me ble ushqim, me ja qu fukarave. Allah ishë më ble për ata të cilët i bojnë këtë aktivitet që të lecojnë dhe zbatojnë një sunet. Pra kush e ka ndërmen me dhonë, ushqim, dhe s'ka ku ta dhoj, apo si ta jape ku ta ble, atëre para qetë këtu, edhe pastaj inshallah shpërndahet ushqim. Se gjë qoftë ai që ka dëshirë vetë ta ndajnë, ta ndajnë, bleuris, të bëj pasul, të bleje, në të japet e varfër. Edhe kjo ma e mirë në këtë zaman, se nga se domaqini ketë në kaferri, si t'ja i shparet, u bojë gjetë, e lunë edhe një sport, s'ko edhe tamam, që e kësa do katër fitri jotë, pranohet të ti. Ose i blenë malborët kuqe, apo për këtë arsye, ma mirë është ushqim, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujt i jepet sadakaja, tash vetëm fukarave. Nuk është sadakatul fitr si zekati 8 llojeve. Ka thonë pejgamberi Allahut, ushqim për të varfërit. Kaç. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cili është dënimi i mosdhënies së zekatit në dunjë dhe në ahiret. Allahu na ruaj. Po paramendos çfarë dënimi ka, derisa Islami ka ardhur me rujt gjakun. Islami ka ardhur me rujt gjakun, me rujt nderin, me rujt malli, me rujt ketë. Nëse nuk i pët zekati, nuk kanë vlerë ketë këto. Për këtë arsye Ebu Bekër Siddiku i ka luftu ata që se japin zekat. Edhe derdhja e gjakut, s'po tham ju me derdh gjak. S'ka thonë o gjak. Këta e ban shteti islam. Kjo shteti, po e ban do me thonë që shteti cili gjikon me parimet islame. Ka polici, ka rregulla, jo kujnë të qishtin tekë. Për këtë arsye, Ebu Bekër Siddiku i ka derë gjaku, i ka mit njerëzit të se japin zekat. Për shkak se Ebu Bekër Siddiku e ka ditë se vështirë është mu konë musliman dhe mos me dhonë zekat. Ndëshkimi është i man dunjo dhe në ahiret. Ndëshkimi në dunjo, që gjaki jot, nderi jot, krejt malli jot s'kan vlerë mo. Për shkak se zekatin se ke thonë. Dje gjizë përqin. Dje gjizë përqin. Para mendoj, 40 pjesë, 1 pjesë vetëm Allahu. 39 ti. A ka ma bujarë se Allahu dhe ka pracë. Dhe ata, për gjdo vetë, porezin, tatimet, dedevet, mitë më të i pagujt. Sërë që i venë mollë. Te Allahu njerë më të motë se jabë. Mase si jepë Allahu t'i pagun dedevet atër. E njoni vetë të ta banë, be qatë një me kupton mirë, bashkë që kujtojë mirë, na mishtin zekatin dedeve. Ka caktu me kujnë e jepë. 8 lloj. Për këtë arsye, dëshkimi e ati që se jep zekatin dunjon, nalet shiu pe qelit, nalë të rizku, nalen mishterit, hub bereqet, paraqiten krizët, vjen inspekcia, krejt këto, vinë për çkak se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma mana qaumun az-zakata illa munia al-qatru min as-sama. Nuk e ndalin zekatin një umet, vetëm Allahu ja ndal shiu beqelli. Ka thonë neve alhamdulillah po na vjen. Ka thonë walau al-bahaimu lam yumtiru. Mos më kon kafshët të ju pik ujë si u bepi shiu. Morë vesh pse neve në beshi? Për shkak kafshët. Rahmet Allahu për kafshët. Pra nena tu pi në shpinën e qerve, jo në shpinën tonë. Kuasi qatë të qipë. Allahu thotë në Kurani Kerim, fe in tabu, wa aqamu s-salat, wa atu z-zaka, fe ikhwanukum fi d-din. Nëse bojnë tobe qafirët, e fali namaz, e japin zekatin, atër i keni vllazni. E mërë dhe shka në ki vla.
Po duhet të jem pak ekstrem këtë çështjen e zekatit. Për shkak se e kam parasysh se zekati, mosdonja e zekatit për shkak kooperacisë, ka thonë nuk qet për imanit, se ka hadith. Edhe unë jam të këtë mendim. Mirë, po nëse ti reziston se jap, atëre del për imanit. Për ata Ebu Bekër Siddiku, kur i ka myt ata, i ka myt si muslimana, si qafira? Ata që i ka myt, që se ka thonë zekatin, a si muslimana, si qafira? Si qafira. Qafira, ka falë namaz. Se kanë kundërshtua, po. Kja mendimi murgjive. Po jo, për shkak se kanë pranu ata. Mirë, po nuk kanë rezistu që mos ta japi. Nuk ka argument që kanë mu. Për këtë arsye Ebu Bekër Siddiku i ka luftu. Mu paskon që e kanë mu, pse Omeri thoi ke ja Ebu Bekër, që shpimbyt ata që e falë namaz. Pse Omeri se ka ditë se nëse e mohon zekatin del për imanit, dhe nëse e jep zekat, mi po thonë se kam farz, po pe jap, del për imanit. Këta e ka ditë Omeri. Se Omeri i kundërshton te Ebu Bekër. Për shkak se Omeri fillimisht thonte, këto vic janë të edhon, këto e pranojnë se e kanë farz. Na e dim se na të bo gjuna, mos, po na hipet. Po i hipet? Ka thonë pejgamberi Allahut, kush se jep zekatin e ja mormi dhe ja gjegmi palcën e zemrës dhe gjysën e pasurisë. Kur ka qeveri Islam. S'pe jep zekatin, gjysa pasurisë mirët. Reziston, bytësh. Argument se i ka mbyt si qafira Abu Bekri se gratja ka morë. Ja ka robëru fëmijë, i ka trajtu si jo musliman. Nga se Allahu Azza wa Jall ka thonë në Kurani Kerim, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Mos mendojnë ata që i bën kooperac ndaj zekatit, me dhon, është më mirë për to, pa është më keq për to. Ata të do të gulfatën ditën e gjikimit me mallin e vet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu pasurinë e tij ja shndron në një lloj të gjarpërit, bollës, më të rrezikshme që ekziston, e shtrëngon, e gulfat dhe ka fshon dhe thot, ana maluk, ana kanzok, unë jam pasuria jote, unë jam kapitali jot, unë jam biznesi jot. Dhe ka fshon të ditën e kiametit, 50.000 vjet që shtu, i gulfat, frimësën merë. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ata të cilët kanë dukat dhe argjend dhe nuk e japin zekatin, dukati dhe argjenti tyre shndrohet në pegëll në ditën e kiametit. Nxehet në xhenem, thot edhe pegëllatën fytyrat e tyre, pegëllatën shpinat e tyre, pegëllatën krahorët e tyre, për çkak se kanë deponu pasurinë. Për çkak se e kanë deponu pasurinë dhe nuk e kanë dhënë zekat. Allahu na ruaj. Për këtë arsye, dënimi në ahiret është i dhëmshëm për ata, edhe kanë dënim që thot Allahu walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiquna fi sabilillah. Ata të cilët deponojnë dukat, argjend dhe nuk e japin për Allah, do thotë nuk e japin zekatin, çka ndodh me to? Febeshirhum bi'adhabin alim. Përgëzoj ato, mish dhe kini, dënim të dhimbshëm. Yawma yuhma alayha jibahwa fatukwa biha jibahwa. Në ditën e kiametit thot, nxehet pasuria e tyre në formë të pegëllatën. Ka thonë pse në fytyr, ka thonë se kur ka ardhur fukara me lipa më rol. Ka thonë pse në shpinë, pse ja ka kthi shpinën. Kanë folën, i kanë nxitën, me dhon zekat e ka kthi shpinën. Pse krahoror tha për shkak se ja ka kthi jashtë shpinën, ja kraharorin, pra Allahu Azza wa Jalla i shkon këtë formë. Selam aleikum. Me çfarë çmimi duhet të llogaritet sendet e shiqet për zekat, me çmimin e blerjes apo shitjes? Pra ti ki e kapital, ki e biznes, pra duhet jipet zekat për atë biznesin që ke qit në treg me shit. Ndërsa, mjetët të transporti, për shembull ki e shlepera, që e bartin malli, a jipet për shleperë? Nuk jipet zekat. Pra zekat jipet vetëm për artikull që e ke qit në shqitje. Ki e ndërtes, i shet banesët, jipet zekat për çmimin e banesët, për vlerën e banesë. Ndërsa nëse ke shtëpi e jep me qira, nuk i jep zekat për shtëpinë, po jep
prej qiras nëse i mush një mot dhe ka rritë të nësasin nisabin. E mi qartë. E artikuj të cilët i kena qitë në shtrek, i kena në tezg, qishtë i logaritmi. A me qmimin që e kena morë në kim, apo me qmimin që e shesmi në pazar. Ka thonë djetarë dhe kja është kriteri i rëndësishëm, e shetë me qmimin sa ka vlerë ati ku e ke pasi që ka mush një mot. Sa ka vlerë? Qoftë ma shtrejnë, qoftë ma shtrejnë se sa e ki ble, qoftë ma poshtë, për shembull. Nëse në kinë e ki ble një sen 1.000 euro, e ke prun këto me shit, e ki qit në artikull, i ban 2.000 euro, zeqat që je për 2.000 euro. Nëse a gje ke ble 1.000 euro, këtu t'i ban tash 500 euro, e shetë, me qmimin sa e ka vlerë, 500 euro. Jep zeqatin për 500 euro. A mu se logarit dhe thonë, unë e thot, mirë, pe bajnë sa për mollin, si qesë ngusht e jep edhe me kaq. Jo me kaq. Sa ti i lip qmimit? Sa i lip? Sa e ka vlerën barabarësisht? Ti më thue 90.000, a më thot me 80.000 e jap. Për 80.000 dush me dhonë. Dhe gjatë. A më thot si të binë zorë edhe 60.000. E jo për 60.000. Për 80.000. Për shkak se edhe dukati. Për shemë, ku të blet, e ki blet i stekin gruas, sa e ke bëvagujt 1.500. Thash ti si banas 500. Për 500 tash jep. Do të thotë edhe nëse janë ma pak, e jep për çmimin sa e ka vlerë. Kur shkoj te artari, që ke thënë sa ma pagun ti? 500 euro. A më e kam blerë 1.500. Për 500 jep. Qa që ka vlerë? Makina. Njoni ka rëntakar. Do thonë kerra me qira. A duhet që jape edhe për kerrin? Sa e ka vlerën? Zeqat? Jo. Për shkak se ai kerri vetëm nuk është duke shit kerrin, është duke e dhonë me qira, i jep vetëm prej fitimit të qiras. Ndërsa njëse njoni ka plac të kerrër, i ka qit me shit, i kanë mon një mot, do thonë që janë shit, kerr, qajtë kerr, thot as njësi ka bo një mot. S'ka lidhje s'ka bo një mot. Nëse ti e ke arrit sasin, një sabi sa është, 85 grama dukat, sa pare bojnë? Kush e di? A varsisht 3.000 euro, ha? 3.200 euro. Pra nën 3.200 euro placi kur sa konë bosh, atëre këshirë pi në Ramazanin qeter. Në Ramazan, ku të venin, ku t'i mush një mot, edhe mot-moti nuk njehet me janar, shkurt, po mot-moti njehet me muajt hënor, me ato mujt. Për këtë arsye është ma mirë në Ramazan, për çka këse, atëre i njen, se Ramazani apëshe ven kiton, ka 20 dit kiton, apo? E për këtë arsye ti 10 vetë nëse jep me janar, me kalendarin të cilën punojmë vendin tonë, atëherë ti faktikisht të arë kiton ka një mujë të arë, ku ta shif një mot e ke hongër. Se ke donë zeqat. Për ata numërohet muajt apo vitet, nisabi, me muajt hënor, jo diellor. E tash ki hi nisab si pozojmë në Ramazanin e kaluar. Në atë kohë, kësa ja pa të njës bisnisit, i pa të bon një 10.000 euro kapital. Edhe ka shku, her ki më rrim 20.000, her 30.000, her 40.000, her kira të poshtë, her 5.000, kira nër 5, a mos kira nër 3.000. Tamam? Tash kur vene këtë Ramazan e këshirë, a ki e malë për mi 3.000? Po. Tash i pas në 60.000, për 60.000 dush me malë. Tash i pas në 5.000, për 5.000 dush me malë. A më thotë, me pas dit në Shabani kishna shit krejt, e Ramazan ma pak. Ti hile gjiban me hile me Allah, do të shifë që akutën hile jo të ti e ka më të këthi. Ka njerë që përpiqen me mashtru Allah, në thotë nuk e mashtrojnë vetë. Ka pastrim i pasuris. Po njoni thotë një mod 6 muj, kam pas po që të rekurbanë në 7 muj, thotë, sumet kur gjonë, ki dalë për një sabët. Pasaj, ta shku një 2 muj, njoni me dhe do, apet i mora kompë. E kur i ki morë kompë, prap ki një sapë, ku të bon një mod e ebë zëqotë. Ashtë e qarë. Qështje e zëqatit është rëndësishme për çka këse është shtil në Islam. Për çka këse është shtil në Islam. Ashtë farz. Sadaka me dhonë kejt kapitalin. Nësë me dhonë zëqatin, nuk e më rinë, nuk e lanë gjunojnë. Nuk e lanë gjunojnë. Për çka këse veprat më të dashat e Allah është farz. A duhet dhonë zekat për dukatin që e bartë që përdoret për stoli, të gratë.
Kjo është rëndësish. Ka ma shumë se një mendim. Amo ne, si e kena zakonisht shkurt, a kupton? Shkurt na peng tregoj mendimin më i sakt. Duhet me dhon zeqat dhe ajo gru që bën dukat altan për stoli, për zbukurim. Tamam? Ama njoni thot, po valla një hoq ka thonë, s'pu dashki. E Allahu në ditën e kiametit ka me të pyetën kështu. Siç ka thonë Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim. Madha ajibtumul murselin. Njoni po thot duhet me dhon, tjetri po thot duhet me dhon. Edhe ju na keni shtashris. S'ka shtashris kur kush po sta kona me dhon. Unë po të pyet. Njoni ka thonë me dhon. Njoni ka thonë s'duhet me dhon. Cilin e ngoje? Kur të vinë konflikt të gjallar, ku duhet më këthi? Koran dhe sunnet. Ngoja Allahun që ka thonë. Allahu Azza wa Jall në Koran i Kerim, thotë Allahu në Koran i Kerim, wa yawma yunadihim fejekulu madha ajibtumul murselin. Ditën e kiametit Allahu e çon njëri të thirrë dhe thotë, a ju përgjigjet pejgamberëve? Jo xhallar. E pejgamberi Allahu që ka thonë, transmeton me një hadith Abdullah ibn Amr ibn Asit që erdhi një gru me vajzën e vet. Vajza e vogël i kishte nu dionoza dukatit bëj gjithë mëdhoje. Pejgamberi Allahu tha, hel tu e dinë zakat. Zakat e huma, a ja jepni zakatin? Ajo ishte në dorë. E si ishte a kupton depot që i pasuri. Në dorë, ka thonë jo. A ke dëshirë thot që ti nojsh dionozat zjarta në dorë? Thot jo, ja Rasulullah, dhe i ka mori ka qi. Edhe i ka thonë ato janë sadaka për Allah. Pra hadithi është i prerë. Të një thonë një, po ka dhe hadith tjetër, ha? Ka thonë nuk ka zeqat në stoli. Hadithi dopë. Së është hadithi vërdet? Hadithi dopë. Për ata disa dietarë kanë thonë nëse gruaja e bën altonin, s'ka nevojë me dhon zeqat. Nëse nuk e bën, e deponon e run si pasuri, duhet me dhon zeqat. Ma e vërteta është se duhet me dhon zeqat për dukatin që e bën. Po thotë po mirë, po fistonët? Pa i kanë shti duk si dukati fistonë. Nuk janë njësoj. E dini pse? Se petku si petk në sens nuk ka zeqat. Komosh, bezi, a ka zeqat? Ka shku dikon që ka zeqat? Po nëse ban tregtime ta. Mi po petku si petk, a ka zeqat? S'ka zeqat. Altoni si altan, a ka zeqat? Ka zeqat. E qish pe krason petkun me dukatin? 2. Fistonin ti ku ja ki bli nusës tone para 40 vetëve. Shti me qitë në pazar, sa e pari i ban? Ha? Hiq! As fukarat s'ta morin. A 5 lirën e grus tone para 40 vetëve. I blen 3-5 lirë tash. Apo? Do të që ja, ka vlerë. Për këtë arsye, vendimi më i saktë dhe unë i takoj atij mendimi dhe gjithmonë i kam taku dhe na Hanefit e kena pas gjithmonë, mo tash Shafit na i përcitën apo? Hanefit e kanë me dhon zeqat. E dyta, nëse si jepet te na zeqati edhe për çdo dukat hub mos zeqati. Për çka jepet atë? Ha? Për çka jepet? Për këtë arsye do unë i kisha sugjeruar xhallar të flasim dhe ta net gjithashtu ne dalën pak me realitet. Zeqati i pa dhe vetëm për qatë stoli. Për shka i pa që tërga? Kush jep zeqat për që? Pakica janë që japin. Allahu Azza wa Jall në i rinjall pra këtë farz, këtë sunnet në mesin tonë. Tëtë posedoj 40 gram altan, po, dhe disa të holla, a duhet të jep zeqat. Thash, nëse i ka njona 40 gram, se duhet me po 85 gram për me hin një sabë. I po thot i kam 40 gram. Sa bojnë 40 gram? 1.600 euro. Ose 1.500 euro. Po i kam edhe 2.000 euro. Gjithashtu në sanak. Këto të dijet mi mledh bojnë? Sa bojnë? 3.500 euro. A për 3.200 po hishin i sabë. Pra që një mot i kam qështu. Sanak 2.000 euro. Edhe 40 gram dukat. A duhet me thonë zeqat? S'duhet me thonë zeqat. Për çka këse
të hollat me dukatin nuk bashkohen. Për shkak se me 2.000 euro me parës ki hi nisab, me altan në veti s'ki hi nisab, se ka anë hadithe që bashkohet gruni me elbin bashkarisht që me dhonë zeqat. Për këtë arsye si cëlla në veti. Për derisa me dukat nuk e mërin nisabin, apo me pare nuk e mërin nisabin, s'ka zeqat. A nëse e mërin me pare zeqat, e pastaj edhe kje dukatin, duesh gjithashtu t'ja bashkangjitsh. Edhe pse në mërin nisabin. Me cilin vend do të bëhet llogaritja pas ringjalljes? Në tokën e quajtur es-sahira, në tokën e ringjalljes, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ndriçon tokën ditën e gjykimit, e rrafshon, nuk ka përpjese, termoze të nta, pra është si tepsia e rrafsh, që nuk ka bon gjuna nta fare. E njoni thot, po mirë, po kupton, xheneti nalt, toka poshtë. Shtina, shkojmë a gjell logaritmu për me i ngatë me pas xhenetin, apo poshtë na kupton logaritmu të me shka shqipmi të përpjet. Apo? Ketë këto pyetje që mund parashtrohen me logjik. Ditë kiametit Allahu e ndriçon tokën, jo veç tokën, po edhe qiellin. Allahu e ndriçon. A është që kjo tokë, që i shkelmi, që këta, që i bëhet llogaria jo? Pse? Se ka thonë pejgamberi Allahut, toka e mahsherit, toka e llogaris nuk ka bon gjuna në ta kur. Në qatë tokë, Allahu zbret ditën e kiametit. Në qatë tokë, bie xhenemi. Në qatë tokë, zbritet xheneti. Vjen xheneti, vjen xhenemi dhe bëhet llogaria. Për ata Allahu Azza wa Jall ka thonë Kurani Kerim, fa innama hiya zajratun wahida fa idahum bis-sahira. Vetëm një frivje suri, kejtë dalin si përfaqen e tokës. Selam aleikum. Hoxhë, një foto në Facebook është përndan në lidhje me agimin e diellit, do më thonë pse kur hin koha e namazit sabat, ati shënojke se imsaku është në 3:41, pak herët. Kjo ka gjenë villim. Pra të foto. Për këtë arsye, kjo diskutu shumë, do të diskutohet ala ma shumë, e inshallah deri të bëhet realitet. Për shkak se ka 3 lloj njerëz. Një lloj hiç e këshirin edhe e shofin. Pra rrim pikarrik edhe Allahu e pranon. Se kanë derdh. Një lloj njerëz dalin me këshir, s'din me këshir. E treti lloj njerëz anë që e qellojnë ata që dalin dhe din. Për këtë arsye dini mirët prej të diturve e jo të paditur. Allahu Azza wa Jall, çdo ajet e ka bërë qartë. Mirë, po këtë ajetin e namazit sabahut, këtë ajetin për fillimin e xherimit është më i qarti ndër gjithë ajetet. Allahu ka thonë Kurani Kerim, wa kulu washrabu, hani dhe pini, hatta yatabayyana lakum, derisa t'ju të bëhet e qartë te ju. S'ka thonë derisa qartësohet. Te astronomi ajo, kupton se ka marrë kalendarin. Ka thonë, hatta yatabayyana lakum, te ju. Derisa t'jeti qartë, kush? Kush bëhet i qartë? Khaytul abyad min al-khaytil aswad. Peni bardh me penin e zi. E ku janë këto pena? Pra ta njëni thotë, valla e pash dritën. Hipan minore, një ditë e pash, a di kish fillu mund driqu, i pash kodrë. Shka ki pa beti natën e ki pa, si firi. Unë e po pys, a janë dakord që ato që në kanë lodhë me kundërshtime? A janë dakord ato se ka fejgjër kedhib edhe fejgjër sadik? A ka agim të rejshëm, a nuk ka? Nëse thoi, se valla e pash hinin 3:20, e pash, a kupton, edhi u drit, zdrit, unë e po i pys, nësa hi agimi rejshëm, nësa? Ndja gjimësa. Cini janë dallimi mes agimit të rejshëm dhe agimit të vërtet? Pa e duhet shumë e qartë me qenë. Shka në fejgjër? Fejgjëja skuqja, që e ndanë penin e bardh me penin e zi. Vija. E kuqe, për mi është e bardh, toka në rezez. Që ka është peni bardh me zi?
E jo vetëm drita, po do këtë pak, u bon. Kja është i rrejshmi. Që kja është bashkë i rrejshmi. Dhe Allah ka thonë, derisa t'ju bëhet e qartë të ju. Që ishte qartë? Peni bardh i qartë. Mora më bon. Dhe një këshirën e vërtetën. E shirë një salë. Inshallah nëse këna falë herët. Na. A për qertë jam i sigurt. Për këtë arsye kjo sa e gare. Hamdulillah që Allahu na ka rujt s'kemi dhonë vetëfa falën e kur doni. Apo ka hin, ka dal. As kemi pas ndoshta eksperiencë hiç as në shiqim, as në hiri, as në asgjë Allahu na rujt. A është patjetër me bë urinën ulët. Nuk është patjetër, po as sunet. Hadithi Aishës që thot, kush që thot se pejgamberi Allahut e ka kri urinën në kam, thot mos i besoni. I vetmi transmetim që është i vërtet. Që transmetimet që ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me kri urinën në kam janë të dobta. Për shkak se ka hadith të vërtet që transmeton Hudhaifja, që thot pejgamberi Allahut ka ardhur e ka kri urinën në kam. Mirë, po kjo ka ndodhur rrallë që Aisha se ka pa, për këtë arsye ka tregu Aisha çka ka pa. Dhe thojnë në sheriat, në hadith, terminologjinë e hadithit, thonë nëse ju dikush vend ndonjë argument apo lajmëron me diçka më tepër se ai, atëri pranohet këtij që ka thonë më tepër. Për këtë arsye pa pranohet hadithi e Hudhaifës, pra lejohet në kam nëse je i sigurt që nuk sërpikesh. Nuk bësh i papastër. Amo sunnet është ulur. Me ka që mbarojmë, inshallah, në mjaftojmë për shkak se pyetjet janë të shumta. Allahu Azza wa Jall ju shpërblev, lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu agjerimin të pranon, Allahu mëkatet nga mëkatet Allahu të na pasron, smut tan Allahu të shëron. Të vdekurit tan Allahu të mëshiron. Wallahu shpërblev wa qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu 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 Allahu